Sigurisht që unë makinën time e përdor me 2 palë goma. Në dimër përdor gomat e dimrit dhe në verë gomat e verës. Por çfarë ndodh? Sa herë që ndroj gomat, makina del nga konvergjenca, sepse gomat e dimrit i kam rrezet 18-she, ndërsa gomat e verës janë 20-she. Shohim pak se çfarë do të na thotë specialisti i konvergjencës këtu në servis Aksion. Por pse është kaq e rëndësishme konvergjenca e gomave të makinës? E para lidhet me sigurinë tuaj, sepse nëse gomat nuk ecin drejt siç duhet, edhe siguria mund të jetë në nivele të rrezikshme. E dyta është sepse edhe gomat e makinës konsumohen dhe nëse konvergjenca nuk është bërë ose është bërë keq ose ka dalë makina nga konvergjenca, detyrimisht kostot e ndrimit të gomave shtohen, sepse një makinë pa konverguar do t'i konsumoj gomat shumë shpejt dhe do t'ju duhet që t'i zëvendësoni ato. Një gomë e kësaj makine kushton shumë, kështu që më mirë shpenzojmë pak para për të bërë konvergjencën, se sa shumë lek për të ndru gomat. A ndodh që del nga konvergjenca Miro? Edhe del vetë. Po, nga përdorimi. Po, merr për shkak zgjerohen hapën gominat, edhe mund të lëvizë çik në milimetra. Po. Kurse kur i ndro gomat? Kur ndro gomat apo për marat. Po. Vetëm gomat. Po, vetëm gomat. Po kur i ndro gomat me gjithë disqe? Varet. Po. Më shumë e ratë, nëse për shkak të ikë po tani ndro gomat mas 2 punësh, s'ka problem. Jo, ideja është që për shembull makinës i kam bë konvergjencë me këto goma. Në dimër e kam përdor me goma 18-she, që janë më të vogla, dhe tash i vuna prap to. Nëse ke për shkak të bëj vit mirë është më e bë. Goma mund ta vesh sa do të madhe. Ku i bëhet konvergjenca lëviz moca këtu, edhe hi goma kështu. Okej. Ti mund të ndërsh disë goma sa herë dush, nuk ka lidhje me pjesë. Sepse ti mocën këtu e ke drejt edhe disë do shkoj sipas mocës, se do shëndosh. Okej, do të thënë ti thu s'ka lidhje inçi i gomës me... Nuk ka lidhje. Si mund ta kuptoni makinën që ka nevojë për konvergjencë, sepse timoni ju ha ose djathtas ose majtas. Dhe si pasojë gomat hahen nga brenda ose nga jashtë. Nëse gomat nuk janë të konverguara ose nuk janë në bosht, detyrimisht rritet edhe fërkimi i gomave me rrugën, me asfaltin, dhe kjo bën që makinat konsumojnë më shumë karburant. Por nga ana tjetër, konvergjenca ndihmon edhe në mbrojtjen e amortizatorëve, suspensionit apo dhe në sistemin e drejtimit. Pra, një konvergjencë më pak probleme. Ka që ishte edhe konvergjenca, ha? Okej, tani janë gjitha 0-0 aksat, ha? Shile. Pavarësisht se numrat kanë pak diferencë, këtu nuk ka problem, efto që të jenë në ngjyrat e Në limite. Okej. Po pse kanë numrat, ndryshojnë numrat nga njëra tjetra? Ndryshojnë sepse çdo makinë për shembull edhe nga fabrika po doli me 0 kanë ato limitet e veta. Okej. Milimetrike. Toleranca. Po, tolerancat i kanë. Kupton. Do t'i bësh një kontroll nga poshtë? Jo, ta shoh shumë. As ta kontrolloj këtë procentazh. Se të varë. Më duket se po të pëlqej. Ha? Pëlqej si makinë? Nuk ka makina këshia. Kam ndërmend ta shes. Shite po sta blej. E gjeta shitsin, blersin. Pse se blemë? Nuk pëlqejnë japonezët apo? Nuk pëlqen, jo se nuk janë makina këshia për shembull, janë makina të forta, nuk janë defektoze, po pjesën e amortizimit nuk e kanë sigur e kanë makinat e Europës. Në ç'kuptim, ndihen gropat apo nuk ka komoditet në... Nuk ka komoditet në rrugë. Në rrugë. Konformitetit. Okej, ndoshta, por ky është viti 4 që unë e përdor këtë makinë, jam shumë i kënaqur, sigurisht që ka marrë shërbime nevojshme, po do ta kisha sugjeruar me kënaqësi një makinë të tillë.
Faleminderit, po me Nuk e Benzin merr, nuk e krasoj. me Mercedesin. Po flasim për dy markat ndryshme që tani kjo Varet se si e mësu, ti e mësu me Nissanin, të pëlqej për shembull. un kam përdorur edhe BMW, edhe Nissan, edhe Mercedes. Ku e Sigurisht që ndjeva Mercedesi është shumë herë më komfort, më komod në rrugë, por të njëjtin komoditet ma ka dhënë dhe kjo makinë. Jenë di rahat, varet edhe nga shërbime dhe nga s'ke hudh lek shumë, që ta nëvejit për shembull. Unë jam i kujdesshëm të shërbimet, i bëj në kohë, mundohem që t'ja bëj çdo shërbim makinës, edhe është munduar dhe kjo makinë ma ka kthy mrapsh gjithat e mundin apo shërbimet që ja kam bërë, po prap gjithsesi jam i kënaqur. Shqyrë. Nuk është makina e ëndrave, por që me mundësi që kemi, jemi mirë. Ajo ka rëndësi. 5, 6, 7 minuta punë për të bërë një konvergjencë dhe 2.000 lekë të reja për të paguar faturën e konvergjencës, por mos harroni sepse 2.000 lekë sot kushtojnë më pak se shumë lekë nesër. Gomat. Shihemi në videon e ardhshme.